unë jam heroin. Në kohën kur Donika Gërvalla ka bodosje kundër UÇK-s, unë e kom bart edhe kallashin, po edhe kom mjeku ushtarët e ushtrisë lirimtare. Po ka thonë edhe një fjalë urtë popullore, mos ta falt Zoti e vladin e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes. 4 krevate në klinikën emergjente. Zonja time s'di kur keni qenë herën e fundit, por qytetarë nderuar, në klinikën emergjente janë 25 krevate. Me renovimin e emergjencës është shtuar numri i krevateve dhe thuash janë 4, kur janë 25, sinqerisht jo vetëm dezinformim, po dezinformim kardinal. Ka financuar librin e Shkelzen Goshit me 15.000 euro. Këtu njerëzit në këtë Kosovë e bartin një barë historike, një barë kombëtare, një barë familjare. Dhe konform kësej edhe duhet mos sjell. Ka këtu që dikush duke e keq përdor emrin e babait të saj, ka fyq lirimtar, ka fyq komandanta, ka fyq ushtrinj lirimtare të Kosovës. Rastisht këto ditë e takova një ushtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Enshinga Gjakova, 16 vjeçar, ju kanë vrarë 2 vëllezërit. Dhe a din si më përgjigj pse si u revanshove Donika Gërvallës me sjellje që i ka bërë ndaj zotit Haradinaj. Përgjigjja ime është se e respektojmë për shkak të Jusuf Gërvallës. Tha jo, jepja një përgjigje, po e citoj. Thuj, nëse ti babën e ki hero, unë jam heroin. Në kohën kur Donika Gërvalla ka bodosje kundër UÇK-s, unë e kom bart edhe kallashin, po edhe kom mjeku ushtarët e ushtrisë lirimtare. Andaj një mesazh për Donikën, mjaft, shkash mjaft dhe ball me këto fyrje. Po ka thonë edhe një fjalë urtë popullore, mos ta falt Zoti e vladin e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes. Sa i përket pagës së 13, ne kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës i sektorit publik. Pra i takon punëdhënësit që ta jap pagën e 13. Nëse ju mendoni, pra që edhe sektori privat duhet ta bëjë një gjë të tillë, këtë ndoshta edhe mund ta mandatojmë me ligj, ngjashëm siç e kanë disa shtete evropiane. Ne kemi menduar si qeveri që është më mirë të lihet në vullnetin, pra e punëdhënësve që të vlerësojnë për dhënien e pagës së 13. Këto propozime të projekt ligjeve nuk janë asnjë prej tyre urgjente dhe si të tilla nuk e mbështet asnjë që të mundsohet të trajtohet në jashtë procedurave të rregullta. Kjo është veç një tendencë edhe një shosje e qeverisë që me ndërtu agjendë fushate zgjedhore e jo për me trajtu me seriozitet temat që janë kaq shumë të rëndësishme.